Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin për të analizuar pak lojën e Selin Bollatit në ditët e saj pa Gimbon. Tani unë kam thënë që në momentin se para se të largohej Gimbo, kam bërë në fakt një analizë të lojës që Selin Bollati do të vazhdonte të bën. E shoh Selinën shumë të vetme, e shoh shumë pa krah, e shoh shumë pa energji të lojës. Tani, Selin në dhomën e rrëfimit ka shprehur vërtet ndjenja që unë nuk kam dëgjuar që Selina do t'i shprehte ndonjëherë, do të thënë emocionet për Gimbon. Edhe nga brenda shtëpisë ajo ka përshëndetur Gimbon duke i çuar sinjale të zemrës së ktill, duke i kërkuar Gimbos që nëse e do Selinën të bën një foto me unazë në dorë, që të mos t'i afrohen femra të tjera dhe shikoj që Gimbo ka patur një rol jashtëzakonisht të madh në ndjesitë e Selinës, në emocionet e Selinës dhe në dashurinë për Selinën. Tani, babai i Selinës pati thënë që unë do të bëj një dasëm tjetër në Big Brother. Publiku më pyet në Tiranë, mendon që Selina do të ketë këtë të shtunë një surprizë sepse është shumë e heshtur, është shumë e mbyllur në vete. Nuk ka atë energjinë që ne duam ta shohim te Selina, nuk e ka atë pozitivitetin. Duke e parë që Selina nuk është e aktivizuar fare në për debate, sidomos me Rogertin. Rogerti e ka shumë të rëndësishme lojën e tij me Selinën, e ka shumë të, do të thënë e ka shumë të nevojës të tij të bën lojën me Selinën, sepse vetëm loja me Selinën Rogertin e ka ngritur dhe e çon në këto stadat në të cilat është. Mendoj që në shtëpinë e Big Brotherit këtë të shtunë do të kemi Selin Bollatin në qendër të vëmendjes, do të thënë do të kemi linjën e jetës së Selin, ku Selina të merr edhe një surprizë e cila do të jetë një mbështetje për të. A vazhdon lidhja me Gimbon? Kjo është pyetja që më së shumti më bëhet në raport me Selinën. Nga informacionet që unë kam arritur të siguroj, do të thënë Gimbo akoma po merret me qetësinë e tij shpirtërore, me mallin familjar, me punët të cilat i kishte lënë pezull, do të thënë akoma mundoj që ta organizoj në një farë mënyre veten e tij. A ka dashuri mes tyre të dyve? Po. A ekziston marrëdhënia edhe jashtë? Po. Gimbo vazhdon të jetë një suportues i fortë i Selinës, ai patjetër që do t'i qëndrojë Selinës afër në për të gjithë rrugtimin e saj në shtëpinë e Big Brotherit, duke njohur temperamentin e saj, duke njohur karakterin e saj, nuk ka nevojë Selina për reklamën e madhe nga ana e Gimbos, sepse Selina ja del vetëm, është e zonja, të jetë edhe në debate, është e zonja të jetë edhe në diskutime, është e zonja të jetë edhe në zënkat më të forta. Do të thonë Gimbo i qëndron sa më shumë pranë marrëdhënies që ai e krijoi me shumë dashuri. A do të kemi diçka të bukur përtej kësaj? Nuk do të ketë një dasëm brenda shtëpisë së Big Brotherit ashtu siç u premtua nga babai i Selinës, sepse premtimi ishte nëse se Gimbo do të rinte brenda në shtëpi. A ka krijuar Gimbo kontakt me familjarët e Selinës apo me ato që përdorin Instagramin të Selin? Patjetër që po, ka krijuar një kontakt. Do me thënë duket në lajkat që i bën njëri tjetrit, në shpërndarje që i bën njëri tjetrit dhe në tagat që i bën njëri tjetrit. Do me thënë, atë premtimin që Gimbo e mbajti e dha brenda shtëpisë së Big Brotherit në raport me Selinën, ato ndjenja që dukeshin jo të vërteta për banorët, se është më se normale që banorët t'i quajnë jo të vërteta, sepse aty gjithçka përdoret për lojë. Gimbo po e dëshmon edhe jashtë që ka një ndjenjë të vërtet për Selinën dhe i bindur jam që në mbrëmjen që do të ketë në SKP, kënga Tunde moj Selin do të jetë kryefjala e asaj mbrëmje. Në anën tjetër, edhe Selina mendoj që u qëndron koherente ndjenjave të saj, ka ndjenja për Gimbon, ka emocione për Gimbon dhe mos prezenca e Gimbos në shtëpi e ka prish atë lojën. Do të thënë, Selina ka ndryshuar 360 shkallë, nuk është më ajo Selin që kishte energjinë për të bërë namin, nuk është më ajo Selin që kishte energjinë për të çmendur atë shtëpi, që do të thënë zëri i saj, energjia e saj, ato fluturat e Selinës ishin kudo. Do të thënë Selina ka patur ndryshim jashtëzakonisht të madh që në momentin kur Gimbo u largua nga shtëpia.
po e përdorën mirë lidhjen e saj, unë mendoj që qëndron shumë tamam. Nuk është se e ul fytyrën e Gimbos në një diçka, nuk është se ka krijuar kontakt me ato njerëz të cilët ishin dëmtues për imazhin e Gimbos. Mendoj që deri më tani Selina po tregohet një vajzë shembull e të gjithë vajzave të tjera se si duhet t'ia dalin për të qenë të forta, të përballojnë çdo lloj akuze dhe çdo lloj kritike që po ndodhen në një shtëpi ku është e ndjekur nga qindra dhe mijëra njerëz. Domethënë Selin po mban atë qëndrimin të cilin nuk e prisnim në fakt që ta mban dhe deri diku e nxori bllofë edhe produksioni, sepse produksioni të paktën në raport me Selinën kishte një plan tjetër.